do shihet një i mitur dhe në fakt jo një i mitur, por disa nxënës që ndalin veturat në breg të diellit dhe i sulmojnë ato me gur. Madje sipas banorëve të asaj zone, ky fenomen ndodh pothuajse çdo ditë. E në këtë pjesë do të kemi dhe në lidhje direkte është Avi Gashi, aktivist, për të marrë mendimin e tij, si dhe kemi Zenel Miftari, gazetar dhe gjithashtu aktivist. Mirëmëngjes. Zenel, faleminderit që je së bashku në studion e emisionit të mëngjesit. Dhe vetëm pas pak. Knatësia është e jona, kemi pa reagimin tënd edhe ndaj këtyre nxënësve, cilët kanë sulmuar një prej veturave që ka arritur edhe të xhiroj, pastaj video është shpërndar në rrjet, ka marrë komente të ndryshme edhe nga shoqëria civile, edhe nga gazetar, madje edhe nga qytetar, ku shumë prej tyre mendimeve të tyre ishin edhe goxha brutale drejt fëmijëve. Si e keni pa ju këto video dhe reagimin e qytetarëve? Tash agresivitetit e të rinjët mund të shikojmë në disa aspekte. Përveç në atë aspektin ku në Prishtinë mungojnë qendrat rinore, qendrat rekreative ku nxënësit mund të shprehin talentin, kreativitetin e tyre apo të shfrazin atë energjinë cilën e kanë. Këtu kemi të bëjmë edhe me një problematik tjetër ku kujdesi prindërve nuk është i mjaftueshëm dhe agresiviteti i tyre rritet për shkak mungesës së prindërimit të duhur ndaj fëmijëve, po edhe një çështje tjetër është këtu se fëmijët e ne kanë dëshira apo tentojnë të duken më cool apo të bëjnë gjëra që të bijnë në sy të bashkëmoshatarëve që janë ato më ndryshe, janë më të guximshëm, janë më të më cool dhe pastaj këtu e kemi edhe bullizmin që i bëhet pjesës tjetër të nxënësve që nuk përfshihen në këtë katrahu në sherrin që e bëjnë ata. Mirë, marrim dhe mendimin e Avit. Ave, mirëmëngjes dhe faleminderit që je së bashku me ne, ani pse nuk ndodhesh fizikisht në studio me qenë se je jashtë vendit, e ke komentuar, e ke shpërndar këtë video në rrjet, madje mendimi juaj ka qenë shumë ndryshe se sa e gjithë komentuesve që u vërshuan me komente negative drejt këtyre fëmijëve. Mirëmëngjes Gonxha, faleminderit për mundësinë edhe space-in në biseduar rreth kësaj teme. Po dëgjova parafolsen se nuk e di kush është shohni juve. Po e dëgjova se tha fëmijët kanë qef me u do cool, edhe mandej është edhe pak edhe bullizmi. Domethënë kjo nuk për mua nuk qëndron, jo vetëm për mua, po kjo nuk qëndron as pak edhe në aspektin psikologjik të një fëmijës. Po vetëm pse e kap vetëm një pjesë pas ke kap, vetëm 2 fjalë pas ke kap, sepse pat edhe elemente tjera që i shtoi Zenele. Jo, ta përfundoj pastaj. Mundeni me reagu njëri tjetrit. Shoku që jemi në studio për atë. Po, Ave, mund të vazhdosh. Jo, po kjo edhe në aspektin psikologjik e shpjegon shumë mirë, për shembull se fëmijët veprojnë në mënyra të ndryshme, për shembull qoftë me inati ose me veprime të ndryshme për me marrë vëmendjen e të rriturve, për shembull prindve. Edhe varësisht se çuçi trajtojnë fëmijët prind. Po pikërisht këtë e thash edhe unë, Avni. Ti përfundon të kriju fëmijë cilët janë, që me thonë, të plotësuar, ose fëmijë cilët kanë problem me egon. Kjo është në aspektin psikologjik, po në aspekte tjera, për shembull, të energjisë, në motorik, çka ofron shkollat e Kosovës për fëmijët e tonë është pyetje shumë e lehtë, domethënë tabela. Avni, kemi nxënës cilët nuk futen në shkollë, cilët bëjnë mungesa të pa arsyeshme me numrin më të madh. Pra ata nuk marrin pjesë as në procesin edukativo arsimor, nuk përfshihen as pak. Edhe çkado që ju ofron një pjesë të tyre, ato prap nuk do të përfshihen dhe nuk do të bashkëpunojnë me shkollën.
Po, qëfar t'i bëjmë atyre, pra? Jo, kjo s'është e vërtet. Sepse disa prej tyre mund të pëlqejnë aktivitete, disa prej tyre mësimet, ka fëmijë ku adaptohen dhe mënyrat ndryshme i përfshin edhe mësuesit në... Nuk po flasim për gjithë nxënësit, po flasim për një numër të vogël nxënësve, të cilët bojnë shere, të cilët përfshihen në skemat të tilla që kemi pa në video. Mentalitete që këta janë që shto edhe s'kemi që kam ju bo, egziston edhe për shumë grupe tjera shoqënore, por nuk është... Farë s'kemi që kam ju bo? Fëmijët janë në shkollë, prenti çojnë fëmijët në shkollë, shkolla është manej përgjithse me qysh merret me ta edhe qysh i zhvillon politikat e veta, po jo vetëm shkolla, se shkolla është vetëm një institucion. Komuna e Prishtinës nuk e ka asnjë politikë rinore për rinin e vetë, për fëmijët e vetë. As nuk i njeh punën vullnetare, nuk s'ka politikë rinore për punën vullnetare. Për shembull, që ata fëmijë nëse kanë qatë shumë energji, ti si komunë dush me ju tregu që është vlerë kontributi në komunitet dhe me i mbledh, me organizu një aksion pastrimit me një lagje. Ma mirë është qështu, se mos me pas asnjë dokument që e njeh punën vullnetare. Komuna e Prishtinës nuk ka asnjë lloj. Unë kam marrë pjesë në dëgjime publike dhe kam avoku që na si qytet duhet me i shpërbly me bursa ose me një farë forme një shpërblim edhe nxënësit shembullor të shkollave të mesme. E bën komuna e Kastriotit, kam dëgju, komuna e Prishtinës përveç një minjoje që ja ndonë në përzyra dikon që aty nuk ka asnjë shpërblim, domethënë as për nxënësit meritor, se lemo për që s'ka program qysh me integru nxënësit problematik mrena jetës tonë publike. Nuk thashun që s'kemi që kam ju bo. Nëse nuk ofron qendra komunitare, nëse nuk ofron qendra rinore, krejt bota ka probleme të ngjashme. Bota perëndimore, Skandinavia, ofrojnë programet vazhdueshme jashtë kurrikulare për fëmijët e vet. Ndërkaq ne shohim pothuajse në çdo lagje, në çdo komunë të Kosovës, gjithsesi shohim edhe institucione private për mësim plotësues apo me kalu pjesën tjetër të ditës pasi ta përfundojnë orarin mësimor. Jo, na s'po flasim për mësim plotësues, na nuk po flasim për më shumë shkollë. Na po flasim për aktivitete rekreative. Po pra, sepse aty mund të ketë dhe aktivitete rekreative, por çfarë ofron një institucion i tillë është ideja, sepse fëmijët nuk mund të qëndrojnë në mësime nga ora 7 deri në ora 5 të mbrëmjes. Aty duhet përfshirë dhe aktivitete të tjera, besoj. Dhe çfarë ofrojnë ato qendra pas mësimit, nuk e di si quhen. Qendrat rinore apo organizatat ndryshme apo shkolla private ose... Që s'ka shumë pak. Po, shumë pak. Në plotësisht është e qartë kjo, që një lagje si mati 1 me gati 18.000 banor, nuk ka qendër rinore, nuk ka një qendër ku mund të tregojnë tritë apo shkojnë të ushtrojnë pakën. Po, nuk është vetëm ky problemi. Problemi është, për ta zgjidhur këtë problem duhet të shkojmë te burimi. Burimi është familja. Është mënyra e prindërimit, është mënyra e prindërimit se si bëhet ndaj fëmijëve. Pastaj kemi edhe elementet tjera të cilët përbëjnë të gjithë mozaikun e këtij problemi të cilët e kemi sot me fëmijët ku tregojnë agresivitet. Ti po thua se nuk është familja, ndërsa fëmijët tonë rriten... Nuk është familja, vetëm familja. Përmimin e një fëmije. Nuk ka shumë është burimi kryesor, se sot fëmijët rriten në një... Ne, si pas raporteve të policisë, kemi rritet dhunës në familje. Edhe një fëmijë që rritet me një ambient dhunës, ai ka me shpreh agresivitetin jashtë shtëpisë. Edhe s'mundesh ta përjashtosh këtë element tërësisht.
Unë është me përjashtu elementin komplet për shkak se ti ki familje cilat vinë me background, me prapavit të ndryshëm. Dikush është nashta doktor shkence, dikush nuk është doktor shkence, nuk është esencat e familja, ti nuk mundesh... Po nuk do të thotë që ai që është doktor shkence nuk... Vesh ta dëgjojmë deri në fund mendimin e Avit. Lutem. Okej, më fal. Ave, mund vazhdosh, lutem. Pak respekt. Po, patjetër, na fal. Familje ti ki me përgatitje intelektuale të ndryshme. Nuk mundesh me thonë familja për përgatit, këta sepse ti si komunë, si institucion që merresh me politikat publike, duhesh me kriju sistem që i barazon në aftësi këta fëmijë cilët vinë prej prapavijave të ndryshme. Nuk mundesh ti me thonë me këtë mentalitetin e ka familjen e pa edukat edhe fëmija është i pa edukat, që nuk qëndron, po thuj se në shumicën e rasteve nuk qëndron. Do me thonë, po edhe nëse ti duhesh me kriju program që ju ndihmon fëmijëve që kur të vinë në shkollë, të gjithë me dalë të njëjtë për ka aftësit, për ka aftësit e buta, aftësit e forta, do me thonë përgatitja të në. Ti duhesh me punu maksimalisht edhe shkollat tona duhet me ndrru qasjen me u bazu vetëm në njohuri të fëmijëve. Ti duhesh me u bazu në talentet e fëmijëve. Cili është talenti tënë? Qysh munden ata me zhvillu një talent? Nuk është mo ideja që shkollat duhet me prodhu vetëm fëmijë cilët janë të mirë në matematikë, në biologji. Sot shkollat duhet me prodhu bokserin, duhet me prodhu piktorin, aktorin, muzikantin, do më thonë, duhet me qenë bazuar në talente. Dhe si të tillë mandej të gjithë fëmijët kanë një talent dhe të gjithë fëmijët ndihen pjesë e përfshirjes së procesit. Nëse ti krijon një program gjithditor edhe i ngujon fëmijët pa asnjë mbështetje substanciale për këta, vetëm ju thu keni me hongër bukë që to edhe keni me nejtë me mësus, keni me dojë pak në barë, kjo nuk është kur gjoti sens ki bojt, veç i ke nguju edhe i ke e gërsu ma shumë që ata fëmijë që edhe po e shojmë tash në praktik, edhe unë e kësha po thirrje për fëmijët, rebellohuni sa ma shumë. Kjo që keni bo është pak, ju dojni për rebelu edhe ma shumë, dojni me gju me gur e me gju me format të ndryshme me shprej revoltën e juj për cilat... Nuk është kjo rebelizëm, nuk është rebelizëm. Por çfarë është sipas jush? Pavetdijshëm është pavetdijshëm. Është pavetdijshëm rebelizëm. Ai ku shkon një fëmijë në breg diellit, nëse e din bregun e diellit banesat e bardha ose të kuqe. Ku shkon? Ka qenë një qendër rinore ma herët të banesat e kuqe në podrom e pa të financu UNICEF-i, që ajo ka mjaftuar paktën me shku me bë pak aktivitete aty, do fëmijë mu afru. Ajo tash nuk është një qendër tjetër komunitare aty. Po ku shkon një fëmijë të bregut të banesat e bardha? Në Prishtinë prend të çojnë fëmijët në kurse të ndryshme, domethënë i stërn ngarkon me aktivitete. Kjo s'është normale për trunin e njerit me shkuti në shkollë, tani në kurs, ta asojnë kurs të kësaj, pa pas asnjë punëtor rinor që merret me ty edhe thjesht ta jep një kohë, një energji që ti mu relaksu. Apo shfrytëzohen edhe prindrit dhe fëmijët e tyre nga këto kurse thjesht si biznes për të me arrit një qëllim tyne me përfitu... Sa do që është pozitive me mësu piano, me mësu gitarë, se që A kish pas mundësi këto të bënë në qendra rinore, si kurse që është qendra rinore në komunën e Drenasit, që fatkeqësisht ajo është e mbyllur. Një video që e kemi ne, të transmetojmë pas pak, është e mbyllur dhe nuk përdoret kjo qendër rinore. A do duhet që pikërisht të qendra rinore të shërbeni për këto aktivitete që prindrit paguajnë para mujore për to? Po pikërisht mësuesi i pianos e mëson pianon, do me thonë, ai nuk t'i zhvillon aftësitë e tuja të buta të tjera, cilat ti ki nevojë si fëmijë. Edhe jo të gjithë prind kanë mundësi me i dërgu fëmijët në këto kurse të jashtme. Por është edhe ngarkesë tepër e madhe. Për shembull në Drenas, Mire Ceke, faleminderit. Do ta shohim pas pak dhe vetëm besoj regjia do të përkujdeset na lëshoj. Qendra rinore vazhdon me qenë e mbyllur, megjithëse është objekti destinuar për qendër rinore, ato e kanë blu bërlogu edhe komuna nuk e jep në shfrytëzim, që të fëmijët paktën të shkollave të mesme që nuk janë as 2 kilometra larg prej këtij objekti, mas shkollës ose me ardhmë me u njoftu qoftë për një bursë, me ardhmë me zhvillu një aktivitet së bashku, me mësu punën në ekip, me mësu vlerat, me mësu përshëndetjen mendor, qendrat rinore këto shërbime munden me ofru për të rinj. Por në Kosovë nuk ekzistojnë qendrat rinore hiç, vetëm si koncept, edhe në ligj tash ekzistojnë, objektet nuk janë kërkon. Në Drenas, Ramez Ladrovës ja kam blu bërlogu,
oborën edhe e kam shet... Pse mendoni që po ndodh kjo, Avi? Pse mendoni që po ndodh kjo? Është objekt edhe nuk shfrytëzohet, a nuk ka profesionist që mund të merre me fëmija, por nuk ka vullnet nga komuna? Nuk ka vullnet politik prej komunës, sepse komuna e shfrytëzon pronën e vetë me bo marrëveshje politike. Nuk e shfrytëzon me bo vizion, me çu vizion për para, e shfrytëzon si me bë marrëveshje politike. Po veç ma si pyetja është ku qëndron problemi, pse po ndodh kjo. Unë mendoj që tash problemi në bazë qëndron te votues, të cilët nuk nalen me mendu cili është interesi të në kolektiv, por votojnë mbi baza partijake. PDK-n, LDK-n, se këta na jena me këta, na jena me ata. Lutna, ka kalu koha kur na kemi me votu mo parti. Duhet me votu njerëz, individ, cilët e shtyjnë përpara interesin e vendit tonë e mos mu lidh për partin. Në Drenas fiton PDK-ja vazhdimisht. Komuna Drenasit ka objekt cila është inkubatori biznesit në parkun e biznesit në Drenas. Prej 2009 është i mbyllën. Do më thonë, që kjo PDK-ja nuk e ka shti në funksion që ato. Që kjo PDK-ja e komunës e Drenasit prapë nuk e ka shti në funksion qendrën rinore. Pra ndaj, nuk duhet me u lidhë për parti, por për interesin tonë kolektiv. LDK-ja po ashtu fiton në Prishtinë që so. Një qendrë rinore nuk e ki aktive program për rini, nuk ki strategji komunale për fuqizimin e rinis nuk ka komuna Prishtinës, edhe Prishtina Live mja u përmendë dhe kënë syti qesen. Nuk është vremo ajo. Mirë, hapi disa tema tash përmendim edhe komunat e tjera. Me qenë se jemi krejt në fund, zëna i të lutem vetëm të gjëm pak, jemi krejt në fund dhe të lutem mendimin përfundimtar, nëse keni për të reaguar edhe në lidhje me Avin. Vetëm shkurt paraprakis që e tha Avi, do me thonë të kritikoj procesin edukativ arsimor, sot në gjithë botën është një kritik ndaj procesit edukativ arsimor se si zhvillohet dhe sigurisht është një kërkesë e madhe për të ndryshu këtë mënyrë të procesit edukativ arsimor, sidomos në vendin tonë ku është i stërvjetuar klasik, nuk është i integruar, sidomos tash edhe sfida e radhës me inteligjencën artificiale, cila do të hapë pikpyetje shumë të mëdha në të ardhmen dhe shteti duhet të jetë i gatshëm se t'ju përgjigjet këtyre sfidave. Por unë qëndroj në mendimin se problematika të fëmijët buron nga familja dhe shteti, komuna, shkolla duhet të bashkëpunoj me sparjar me prindrit dhe fëmijët që ti përfshi në procesin aktual mësimor dhe pastaj të mendohet edhe për hapat të tjera të cilat i përmeni Avi me të cilat pajtohet. Mirë, Avi, nëse s'ke diçka për të shtu, për fund? Jo, unë veç kisha dëshu një mesazh të krejt prind edhe qytetarë të komunës Prishtinës që ju lutem angazhohuni ma shumë, bëni një qytetar aktiv edhe kërkoni ma shumë për politikanëve për rinin, për fëmijët, për jetën tonë që është interesi yni. Mos rrini duke u anku në Facebook, mos rrini në përlagjet e juja pa ditë çka ndodh para hymjes tonde, po interesohuni sepse jeta jonë varet prej interesimit tonë. Interesohemi, besoj kemi me pas punë ma mirë. Rina në shpe, kena me pas punë si kur që kemi sot, ku fëmijët i gjujnë veturat me gur edhe nuk ka asnjë lloj progresi ndër vite, se ka një farë paralize empatike në vendin tonë, kur kush smerret me kërkon edhe presin që dyshu ka më zhvillu sana. Mirë, Avi, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne. Përshëndes. Faleminderit. Zenajt, faleminderit shumë dhe ty. Faleminderit edhe juve. Miqdashur, vazhdemi pret parashikimi motit.